agencive të caktuara që me ligj t'i jepen këto atribute. Dhe gjithsesi, SHKBB-ja dhe në ligjin aktual të 2005-s i gëzon këto atribute. Pra, policia gjyqësore ka qenë një atribute të cilat SHKBB-ja ka zotruar dhe më përpara, vetëm për ato subjekte të cilat janë pjesë e këtij ligji. Pra, për personat që po ekzekutojnë një vendim me heqje lirie, për personelin e policisë së burgjeve, për drejtorinë e burgjeve tani është shtuar dhe shërbimi provës, për sa i përket shtrirjes territoriale, këto IEVP dhe këto shërbime prove shtrihen në të gjithë Republikën e Shqipërisë. Për këtë arsye do të ketë edhe shtrirje territoriale dhe ajo agjenci që i kontrollon në të gjithë territorin. Në të gjithë territorin në sensin e tillë. Pra, një EVP shtrihet në Korçë, një EVP është në Shkodër dhe aty do të zhvillohet, vetëm aty do të zhvillohet veprimtaria e agjencisë. Pra, përkundrejt asnjë personi tjetër përveç atyre që janë objekti i këtij ligji. Po, ju lutem, zoti Gjinani, po, zoti Koreshi. Vetëm një pyetje që harrova më fal, të lutem. Ky ligj, me që ne do hyjmë në Europë, do hapim ato kapitull, në të cilin prej atyre vendeve të 27 vendeve të europiane keni marrë kështu si shembull, apo në të cilën kusht të këtyre hyrjes paketave europiane që përnërkohet të hapim e ndyllim këto kapituj, kjo bën pjesë, në të cilën, dhe kush nga vendet e komunitetit europian i parafrohet një licitacioni të tillë, se ne po hyjmë në Europë, apo për kush është modeli? Modeli kujt i referuar, apo kjo ka shpikur më dhe në ik dhe shpik. Se do një model Allah se do hyjmë në Europë. Ne më zimë presim në Europë, di që marrum për Europë, të një ma thoni kush e vend europiane ka një lloj agjencie të tillë. Faleminderit. Po, zoti Gjilani. Menaxhimi i shërbimit burgjeve edhe në Shtetet e Bashkuara, edhe në Itali, edhe në Kosovë, menaxhohet nga Ministria e Drejtësisë dhe kanë strukturë. Mirë, okej, më pyetët për cilat vende, unë dhe ashtë 3 vende, një në Evropë, një në kontinent tjetër që janë Shtetet e Bashkuara dhe vendet e rajonit, cilat janë si modrat tona praktikisht për pjesën e administrimit burgjeve. Italia, okej, vazhdoni ide është... Zoti Gjilani, po vazhdoni ju, mbylleni përgjigjen. Ka që ishte përgjigja, në 3 vende. Dhe lidhur me nivelin... Zoti Koreshi, të lutem, lidhur me nivelin e parafrimit, o zoti Koreshi, a bëre pyetje për nivelin e parafrimit, me BE-n. Ja ku e ke, po të lexosh relacionin, thot, projekt ligji nuk synon parafrimin me ndonjë akit BE-s. Pra s'është parafrim, normal. Zoti Ndoja ka kërkuar fjalën. Zoti Ndoja. Kam 2 pyetje për momentin. Pyetja e parë është bërë dëgjes publike me institucionet e tjera dhe me aktorë tjerë, profesoriatin, me prokurorin e përgjithshme, me shërbimin e provës, me ministri tjera, ministrinë e brendshme, me shërbimin informativ shtetëror, me qëllim që të kemi një konkluzion që nuk biem ndesh me kompetencat. E dyta, nevoja, kthehem prap tek nevoja, diskutimin aspektin edhe politik, që çfarë nevoje ka për qytetarët. Do me thonë, ne kemi një ngjarje që është në burgun e Peqinit, që një burgosur me burgim të përjetshëm arrin që të ketë një armë, zjarri, pranë ato institutet të sigurisë së lartë, Institutet e Ekzekutimit Vendimit Penale, ku hyn një armë luftarake dhe kryet ekzekutimi një burgosuri tjetër. Rast i pa precedent, i tejkalon kufijtë e imagjinatës. Ne kemi rast fundit që përsëri shërbimi i personelit të burgjeve i ikën një paraburgosur i cili s'ka marrë vendim dënimit formës për, po që i ikën me ato kushte që ikni pa dhe nga kamera të televizor. Pra, a kemi nevojë reale për shkak të mungesës eficiencës së këtij shërbimi dhe duhet ta pranojmë? Sigurisht opozitës kjo gjë e bën mirë, por ky është fakt publik, por kur e pranoni dhe ju vetë publikisht, kjo është akoma më mirë. Apo kemi thjesht bëjmë me një ligj i cili synon për afrimin BE që nuk e synon se thot relacioni, apo me diçka tjetër. Ndërsa zoti Manja do kisha dëshirë jap dhe unë atë shpjegimin për ne 148 dhe kompetencat hetimore, por meqense je një 2 vjet më i moshuar se unë dhe ke qenë prokuror para me, kam dëshirë ta bësh ti ka problem kompetenca hetimore. Ndërsa pyetjet tjera do i bëj teknikisht, pra 2 janë pyetjet e para.
dëgjesat publike dhe fakti që kjo nevoja nga se lind, se ne kemi fakte konkrete rrënqellëse që ka ndodhur në Burgje dhe bonollin për ditë. Dhe ne nuk mund të themi që situata në Burgje është shumë e mirë, po është një nevojë pse lind. Pra, o flasim për përmirësim ose për ndërhyrje. Nëse është për përmirësim, jam dakord. Nëse është për ndërhyrje, do të thotë që nuk ka funksionuar mirë sistemi dhe jemi detyruar ta bëjmë këtë gjë, se realisht jemi detyruar ta bëjmë. Faleminderit. Pastaj do të bëj pyetje të tjera me nën për ne. Faleminderit. Po, zonja Hoxha. Faleminderit për pyetjen. Lidhur me pyetjen e parë për dëgjesat publike, a janë bërë apo jo, a është konsultuar draft ligji me institucionet e përfshira, me bindje ju them që po, draft ligji është konsultuar edhe me prokurorin e përgjithshme, edhe me ministritë e linjës që përfshihen. Ndërsa përsa i përket pyetjes së dytë, nëse ndërhyrjet në këtë draft ligj përmirësojnë apo janë thjesht ndërhyrje, unë dua të them me bindje të plotë që ky projekt ligj konsolidon mbikëqyrjen e brendshme. Pra, fjala konsolidim është përtej asaj që ju pretendoni që ne i kemi bërë këtij projekt ligji. Faleminderit. Pra, situata ka qenë e mirë për ato dy ngjarjet që thashun, edhe ky konsolidimi ka të bëjë vetëm me kuadrin ligjor, se është dhe qëndrim politik. Prandaj themi ne që duhet vi dhe përfaqësuesi i Këshillit, ja duhet ta mbarojnë që të ndizet, se nuk ndizet, në fakt. Pra, logjika është që ajo pyetje jon, ju vini në nivel ekspertësh dhe për momentin mund të ngarkoni dhe subjektivisht se duken pyetje ngacmuese. Faktikisht to nuk janë pyetje ngacmuese, këto janë edhe me karakter politik, se ne jemi përfaqësues partive politike. Pra nuk është thjesht diskutim në aspektin. Këto dy ngjarjet janë ngjarjet që i tejkalojnë kufijtë e imagjinatës, janë reale, ka edhe shumë tjera, po flas për këto të dyja. Atëherë për këto ne flasim për konsolidim, ka qenë situatë e mirë, apo e pranojmë që ka nevojë për ndërhyrje. Unë kur përmenda fjalën konsolidime, kisha për konsolidimin e mbikëqyrjes së brendshme, pra nuk e bëra situatën as bardhë dhe zi. Zonja Çaushi ka kërkuar fjalën për pyetje, pastaj zoti Blushi dhe unë pastaj do t'jap edhe unë përgjigjet e mia. Faleminderit kryetar. Si fillim për të sqaruar ndërhyrjen time, patjetër unë jam dakord që situata në burgjet shqiptare mund mos jetë perfekte, por nuk jam dakord që situata në burgjet tona mund të jetë në atë mënyrë që tha zoti Korreshi që flenë me turne. Ne jemi komision i çështjeve ligjore dhe kemi tagerin që mund të inspektojmë dhe ndaj ishte ndërhyrja ime që mund të shkojmë dhe të shohim nëse janë realisht në këtë situatë, por që nuk e besoj kur. Për të kthyer tek projekt ligji, duke pasur rëndësinë e madhe që ky projekt ligj po i jep agjencisë në mbikëqyrjen e sistemit të ekzekutimeve të vendimeve penale. Besoj se na intereson të gjithëve të dim pak më tepër si sigurohet që agjencia të kryejë hetimet dhe inspektimet pa u ndikuar nga strukturat të cilat ajo do të kontrollojë. Faleminderit. Po, zoti Gjilani. Po, faleminderit për pyetjen. Deri më tani, agjencia ose më shtatë shërbimi i kontrollit të brendshëm të burgjeve është rregulluar nga ligji 93-97, i cili e përcaktonte si një agjenci, si një strukturë të mëvetësishme pranë drejtorisë përgjithshme të burgjeve, duke i arritur varësi nga kjo e fundit, duke kaluar në varësi thjesht të ministrit, të drejt për drejt të ministrit dhe të vetme, dhe duke i ndarë dhe buxhetin veç atyre të burgjeve, i jepet një pavarësi më e lartë për inspektimin e kësaj të fundive dhe IDVP-ve të cilave do inspektoj, plus dhe shërbimin e provës. Duke e shkëputur fare nga sistemi i burgjeve, duke kaluar në varësi drejt për drejt ministri. Shiko, faleminderit. Të bëj një sqarim edhe për kolegët, sepse ndoshta është një agjenci që puna e cilës njihet pak. E para ligji 97 është i vitit 2005. Pra ka 20 vjet që ky shërbim funksionon me një ligj i cili nuk reflekton më dinamikën që ka sot në sistemin e ekzekutimit të vendimeve penale në Shqipëri. Pra, kishte ardhur koha që të kishim një lishtri. Tani si funksionon sot agjencia? Më falni, shërbimi. Ndonë se ligji 93-97 e definon si një strukturë që varet tek ministri i drejtësisë sa i takon, le të themi,
strukturës në drejtim burimeve njerëzore, pra kompetencën për emrimin dhe shkarkimin e punonjësve të kësaj drejtorie e ka Ministri i Drejtësisë me propozim të drejtorit të agjencisë, të cilin e emron ministri. Në fakt, ligji 93-97 e linte sa i takon miratimit buxhetit dhe strukturës e linte tek drejtori i përgjithshëm i burgjeve. Pra ka qenë nga ato ligje që në fakt kemi konstatuar një nonsens. Pra nëse drejtoria e shërbimit kontrollit brendshëm të burgjeve kishte në misionin e saj parandalimin e veprave penale që ndodhin në institucionet e ekzekutimit vendime penale, por dhe punonjësit e drejtorisë përgjithshme të burgjeve dhe punonjësit e policisë burgjeve, buxhetin dhe strukturën i miratonte drejtori i përgjithshëm i burgjeve. Pra ishte një strukturë që ndahej mes ministrit të drejtësisë dhe drejtorit të përgjithshëm të burgjeve. Gjë që shpesh herë e bënte këtë strukturë të ndërvarur me drejtorinë e përgjithshme të burgjeve. Madje që në momentin, që në kohën kur ishte miratuar ligji 93-97, edhe bashkëpunimi mes shërbimit të kontrollit brendshëm burgje dhe drejtorisë përgjithshme të burgjeve, sa i takon emrimit të drejtorëve të JVP-ve apo drejtuesve të shërbimeve në policinë e burgjeve, rregullohej nga një udhëzim shumë i vjetër në kohë. Në mos gaboj, duhet ketë qenë i viti 2008 në kohën kur Ministër Drejtësie ka qenë i ndjeri presidenti i Republikës, ish presidenti i Republikës Bujar Nishani. Sepse sot në misionin e shërbimit kontrollit brendshëm burgjeve, për çdo gradim në sistemin e policisë burgjeve, apo edhe për marrjen rishtas, pavarësisht filtrave dhe kritereve që ka ligji, po për ata që janë pjesë e personelit policisë burgjeve, sa herë kërkohet të gradohen në detyrë, do duhet ta ketë një mendim me shkrim, një opinion me shkrim edhe drejtoria e shërbimit të kontrollit brendshëm burgje, e cila ka monitoruar dhe mbikëqyrë veprimtarinë e personelit policisë burgjeve. Gjë që praktikisht sot nuk e realizon edhe për shkak të mos pasjes së përcaktimeve të qarta në ligj. Kishte dy opsione në tavolinë. Që në paketën e burgjeve, pra paketën ligjore të burgjeve, edhe të policisë burgjeve, ne ta kthenim këtë strukturë pjesë, pra në një departament në varësi të drejtorisë përgjithshme të burgjeve, që ka shumë modele edhe në SBA dhe në Europë që e kanë pjesë të drejtorisë përgjithshme të burgjeve si departament më vete, apo të manim këtë strukturë siç është e definuar në ligjin 93-97 dhe t'i japim pavarësinë e duhur nga drejtoria e përgjithshme e burgjeve, por një struktura ma në varësi të ministrit drejtësisë, për të gjitha efektet e zbatimit ligjit. Çka do të thotë? Në variantin siç është, drejtoria kishte në misionin e saj veprimtari informative gjurmuse, kishte edhe veprimtari inspektuese që informonte ministrin e drejtësisë kur i çonte për inspektim për tematika të caktuara, dhe nuk e kishte të përcaktuar qartë në ligj veprimtarinë hetimore. Edhe pse ligji për policinë gjyqësore nuk e pengonte që kjo strukturë nën udhëheqjen e prokurorit për këtë kategori veprash penale apo për atë që kjo ka në mision të kryente edhe veprimtari hetimore. Madje çfarë ndodh sot praktik? Për shumë ngjarje që ndodhin në JVP, materialet e para referuese në prokurori, referuar kodit procedurës penale, i bëjnë inspektorët e shërbimit kontrollit brendshëm burgje atje ku janë duke ushtruar veprimtarinë e tyre. Pastaj, mënyra e vijimit të hetimit të këtyre çështjeve, prokuroria vijonte sipas kodit procedurës penale duke u deleguar oficerëve të policisë gjyqësore të prokurorisë, ka patur raste që përfshinten hetim edhe inspektorët e shërbimit kontrollit brendshëm burgje, por me draftin e ri të këtij projekt ligji duke i dhënë statusin e agjencisë, tashmë kjo veprimtari hetimore, e cila dhe procedurale rregullohet
në kodin e procedurës penale dhe në legjislacionin fuqi për policinë gjyqësore gjen le të themi rregullim të detajuar. Çfarë është e reja e këtij ligji, ndryshe nga ligji i vjetër? Po të lexohet në 2, e reja që sjell ky projekt ligj janë e ushtron veprimtarinë e saj ndaj punonjësve të drejtorisë përgjithshme të burgjeve e ka patur. Punonjësve të institucionit të ekzekutimit vendime penale e ka patur. Punonjësve të policisë burgjeve e ka patur. Të burgosurve e ka patur. Ajo që është e re në këtë projekt ligj janë punonjësit e shërbimit të provës dhe personat nën mbikëqyrje nga shërbimi i provës. Dhe unë mendoj se parashikimi i punonjësve të shërbimit të provës dhe personave nën mbikëqyrje nga shërbimi i provës rregullon një problematik të hasur sot në menaxhimin e institucionit të ekzekutimit të vendimeve penale, sepse siç e dini ju, edhe pse është me ligj të veçantë organizimi i shërbimit provës në territorin e Republikës Shqipërisë, përsëri dhe atje mbahen nën mbikëqyrje dhe nën monitorim persona të dënuar nga drejtësia, po me alternativë dënimi që është mbikëqyrja dhe monitorimi nga shërbimi i provës. Dhe sigurisht edhe në këtë shërbim, ku le të themi ke të bësh me të dënuar, pra ka të dënuar në IEVP, po ka edhe persona të dënuar në mbikëqyrje në shërbim prove. Edhe atje, sigurisht sot i jepet kjo mundësi kësaj agjencie që në përputhje me parashikimet në këtë ligj të ushtroj veprimtarinë e saj. Veprimtari që le të themi sot ka qenë e pambuluar nga monitorimi dhe mbikëqyrja e Ministrisë Drejtësisë sa i takon